Ekzistojnë dy shpirtra që ndjejnë një dashuri më të thellë për ty se sa mund ta kuptosh, por njëri prej tyre mban diçka të fshehur në hije, diçka që, kur të dalë në dritë, mund të ndryshojë gjithçka. Mos u largoni ende. Qëndro deri në fund. Diçka e rëndësishme po i afrohet jetës tënde. Dëgjo, njëri prej këtyre shpirtrave mendon për ty kur bie nata. Emri yt jeton në mendjen e tij si një përshpëritje e vazhdueshme, pothuajse si një lutje e fshehtë drejtuar qiellit. Çdo kujtim i tij kthehet tek ti. Shpirti tjetër tërhiqet gjithashtu nga energjia jote, edhe në momentet më të qeta, por dashurinë e tij e shoqërojnë hije. Ka të vërteta që nuk guxon t'i tregoj, dhe sa herë që ndjen dritën tënde, zemra i rre më shpejt, sepse e di që herët avon gjithçka do të zbulohet. E ke ndier, ajo tension i çuditshëm mes dy pranive. Njëra ndihet e sigurt, e qetë, e njohur. Tjetra është intensive, magnetike, pothuajse e rrezikshme për ekuilibrin tënd, dhe megjithatë është e vështirë ta lëshosh. Nuk është rastësi. Të dyja energjitë kanë qenë pranë historisë tënde shumë më gjatë se sa mund ta imagjinosh. Njëra vjen si premtim, tjetra si mësim. Qëndro, sepse ajo që do të kuptosh së shpejti do të ndryshojë mënyrën se si e sheh dashurinë. Njëri prej këtyre shpirtrave dëshiron paqen tënde mbi gjithçka. Tjetri buzëqesh ndërsa fsheh një barë në gjoksin e tij, një të vërtetë që digjet nga brenda. Të dy ndjejnë diçka të vërtetë, por vetëm një lidhje ishte në përputhje me fatin tënd. Tjetra lindi nga çështje të pazgjidhura, borxhe të vjetra emocionale, nga diçka që dëshironte të mbetej e fshehur. Ai ke vënë re ëndrat e tua kohët e fundit, ajo ndjesia sikur dikush të thërret në agim, ajo përshtypje që emri yt qëndron në ajër. Nuk është fantazi. Të dyja energjitë përpiqen të të arrijnë, edhe kur ti fle. Njëra të dërgon qetësi, tjetra të lë të shqetësuar. Njëra të forcon, tjetra të huton. Por koha e hutimit po përfundon. Po afrohet një moment vendimtar, një takim ku asgjë nuk mund të mbetet më e maskuar. Personi që të do me pastërti do të flasë qartë dhe do të sjellë paqe shpirtërore. Tjetri do të zbulojë të vërtetën e tij pa dashje, në një gjest, në një gabim, në një kundërthënie që nuk mund të fshihet më. Ata luhatjet emocionale që ke ndier, ajo përzierje gëzimi e pastaj dyshimi, ai ngrohtësi që u shndërrua pa pritur në heshtje, nuk kanë qenë rastësi. Dy forca po përpiqeshin të qëndronin në jetën tënde, por vetëm njëra do të mund të mbetet. Së shpejti do të shohësh shenja. Dikush që e pret më pak do të dridhet para teje. Do të dojë të flasë, por fjalët nuk do t'i dalin të qëndrueshme. Atje do të filloj të qahet maska. Ajo që do të ndjesh do të jetë e vërtetë, por ajo që është fshehur do ta vërë zemrën tënde në provë, dhe ti nuk do të kesh nevojë të detyrosh asgjë. E vërteta do të zbulohet vetë. Qëndro i fortë. Shpirti i sinqert do t'i sjellë mendjes tënde qetësi. Tjetri do të tregojë në mënyrë të pashmangshme atë që ka fshehur. Universi po rregullon pjesët në mënyrë që ti të shohësh qartë. Një rrëfim do të çlirojë, një tjetër do të befasojë thellë. Diçka e madhe është gati të ndodhë, diçka që është shkruar shumë kohë para këtij momenti. Dy shpirtra të duan, por vetëm njëri ecën me ty drejt së ardhmes. Dhe kur e vërteta të shfaqet, nuk do të dhembë, do të sjellë paqe, sepse do të kuptosh se gjithçka që ke përjetuar të ka sjellë pikërisht këtu. Shenjat kanë qenë kudo. Shikime të gjata, heshtje të çuditshme, mesazhe të papritura. Dashuria e vërtet rrjedh but, pa kërkesa. Nuk ka nevojë të provojë asgjë. Dashuria tjetër, përkundrazi, digjet nga frika. Ajo ndjehet e nxituar, sikur po ikën nga një faj i padukshëm. Thellë brenda saj një rrëfim pret të dalë në dritë. Ndoshta kujton një natë kur ndjeve një lidhje të pashpjegueshme me dikë, sikur intuita jote të shtynte pa arsye. Nuk ishte rastësi, ishte brendësia jote që njohu atë që zemra jote ende nuk e kuptonte. Një energji kërkonte mirëqenien tënde, tjetra kërkonte falje në heshtje. Dhe së shpejti do të vijë një bisedë e papritur, një mesazh, një telefonat, një takim. Në atë çast gjithçka do të dridhet.
Personi që fsheh diçka do të shmangë shikimin tënd. Fjalët e tij do të ngatërohen, sepse kur shpirti nuk mund të gënjejë më, ai gjithmonë e trajton të vërtetën. Dhe atje, më në fund, do të kuptosh kush erdhi për të dashur dhe kush erdhi për të mësuar. Zemra jote ka duruar më shumë se sa shumë njerëz mund ta kuptojnë. Ke kaluar heshtje, ndarje dhe stuhi pa përgjigje të qarta. Ke dashur bujarisht edhe kur do të kishte qenë më e lehtë të mbyllesh. Ke besuar edhe kur jeta të dha arsye për të mbrojtur, dhe asgjë nga kjo nuk ka kaluar pa u vënë re. Tani fati fillon të kthejë atë që ke mbjell. Personi që vërtet lidhet me emrin tënd do të fillojë të shfaqet përmes gjesteve të vogla, por të vërteta. Veprime që kërkojnë përpjekje, detaje që lindin nga kujdesi, fjalë që ndihen si stre, momente të thjeshta, por aq të sakta sa duken të krijuara enkas për ty. Atëherë do ta dallosh ndryshimin. Ka nga ata që duan nga frika e humbjes dhe ka nga ata që duan nga bollku i shpirtit. Njëri kapet fort, tjetri përqafon. Njëri të shqetëson, tjetri të qetëson. Sekreti që do të dalë së shpejti në dritë nuk është aty për të lënduar, por për të udhëhequr, si një fener në mes të mjegullës. Kur gjithçka të sqarohet, mos u bëj nostalgjik për atë që largohet. Ka energji që treten sepse e kanë përmbushur qëllimin e tyre dhe të tjera që fillojnë të ndriçojnë sepse kanë ardhur për të qëndruar. Ai që largohet të ka mësuar forcë. Ai që qëndron do të mësojë qetësi. Mos vër në dyshim atë që jeta heq nga rruga jote dhe mos kundërshto atë që e vendos me aq delikatesë para teje, sepse ajo që po vjen është më e madhe nga sa mund të imagjinosh. Aq harmonike sa do të ndjesh se më në fund po jeton jetën që shpirti yt gjithmonë ka ëndërruar. Qëndro. E vërteta është afër dhe kur të shfaqet do të kuptosh pse historia jote kishte nevojë për kohë, pse çdo pritje ishte përgatitje, pse nuk mund të pranojë gjë të vërtetë derisa të lije pas atë që nuk ishte e tillë. Ajo që do të zbulohet nuk do të thyej, do të rindërtoj. Do të largoj nga gjoksi yt atë hutimin e heshtur që ke mbajtur kaq gjallë. Ajo që po ndjen tani nuk është vetëm emocion, është lëvizje energjie. Është fati yt që po vendoset në vendin e vet. Ende ka dy pranira që rrotullohen rreth zemrës tënde. Njëra sjell paqe, tjetra mban barë. E para të vëzhgon me respekt dhe të dëshiron të mirën, edhe nga larg. E dyta qëndron pranë, buzëqesh, thot fjalë të ëmbla, por brenda dridhet, sepse e di se nuk mund të fshihet edhe shumë gjallë. E vërteta ka orën e saj dhe koha e maskave po përfundon. Ndoshta ndaj ke ndier shenja të kundërta. Kur lidhesh me shpirtin e duhur, frymëmarrja jote bëhet më e lehtë, mendja pushon, gjithçka përputhet. Por kur afrohesh me tjetrin, trupi yt kurret, mendimet nxitohen, diçka të përshpërit nga brenda. Kujdes, nuk është pasiguri, është intuit. Brendësia jote po mëson të dallojë atë që është autentike nga ajo që është iluzion. Shumë shpejt diçka e papritur do të ndodhë. Një gjest jashtë vendit, një fjali që i shpëton gojës, një heshtje tepër e gjatë, diçka e vogël por zbuluese. Dhe në atë moment iluzioni do të shembet vetvetiu. Nuk do të duhet të hetosh apo të përballesh, thjesht do ta dish. Në takimin e ardhshëm do të dallosh qartë kontrastin. Shpirti i vërtet do të shikojë me transparencë, pa strategji, pa lojra, vetëm me sinqeritet. Tjetri do të vëzhgojë reagimet e tua dhe do të përpiqet të mbajë një imazh që tashmë po shembet. Por këtë herë nuk do të mashtrohesh, sepse diçka brenda teje tashmë është zgjuar. Ajo që dukej si humbje do të jetë çlirim. Ajo që dukej si fund do të jetë fillimi që ke pritur. Po afrohet një bisedë e rëndësishme, jo e planifikuar, jo e detyruar, thjesht e domosdoshme. Personi që të do vërtet nuk do të garoj për vëmendjen tënde, nuk do të ngatëroj. Ai do të jetë aty, i pranishëm, i qetë. Do të flasë thjesht, por sytë e tij do të thonë gjithçka. Dhe ti do të kuptosh diçka themelore. Dashuria e vërtet nuk e çrregullon mendjen, e rregullon atë. Nuk të lë në dyshim, të jep siguri. Kur kjo të ndodh, jeta jote do të fillojë të rrjedhë më lehtë. Do të tërheqësh qetësi në vend të kaosit, qartësi në vend të pyetjeve.
Shpirti i duhur do të ecë me guxim përpara. Tjetri do të zbehet pa dramë, sepse e vërteta nuk mund të mbajë më maskën e tij. Kështu jeta mbyll ciklet me kujdes, jo për të ndëshkuar, por për të mbrojtur. Dy njerëz kanë mundur të duan, por vetëm një ka qenë në gjendje ta bëjë me transparencë, dhe ai është ai që do të qëndrojë. Mbaje zemrën të hapur, besimin të fortë, shpirtin të vëmendshëm, sepse ajo që do të vijë nuk do të tregojë vetëm se kush të do, por edhe pse ke qenë gjithmonë i mbrojtur. Ajri rreth teje tashmë po ndryshon. Pjesët po vendosen në vendin e tyre, qëllimet po zbulohen, iluzioni po ndahet nga e vërteta. Dhe së shpejti do të ndjesh diçka para se të dëgjosh një fjalë, atë ndjesi të njohjes së thellë, qetësisë së menjëhershme, ndjenjen e shtëpisë. Ky është shenja, lidhja e vërtetë që nuk ka nevojë për shumë, thjesht ekziston. Nuk ka nevojë të thotë shumë. Prania e saj flet vetë. Heshtja që ndan me ty ndihet e këndshme, në harmoni, sikur merr frymë në të njëjtin ritëm me shpirtin tënd. Por tjetri, ai që fsheu diçka pa e pranuar kurrë, fillon të ndjej peshën e asaj që u përpoq të fshitë. Ai e ndjen që koha po i shkurtohet, që ajo që ka fshehur nuk mund të mbetet më në hije. Qëndro, sepse diçka e rëndësishme është gati të shfaqet. Së shpejti do të duhet të zgjedhësh, jo me mendje, por me energji. Një rrugë do të ndihet e butë, qetë, e njohur, si kthim në shtëpi pas një udhëtimi të gjatë. Tjetra do të jetë intensive, elektrizuese, pothuajse varëse, por në thelb do të lërë bosh. Ky do të jetë shenja. Dashuria e vërtet nuk shtyn, nuk kërkon, nuk e ndërpret qetësinë, ajo rrjedh. Ndërsa ai që fsheh të vërtetën do të fillojë të shqetësohet, do të flasë më shumë se duhet, do të justifikohet pa të pyetur ti, do të përpiqet të mbajë me ngut, sepse e ndjen që ti po zgjohesh. Intuita jote tashmë ka filluar të vërë re atë që sytë e tu kanë anashkaluar. Qëndro i fortë. Ndoshta do të marrësh një mesazh të papritur, ndoshta natën vonë ose pikërisht në momentin kur mendon për të pa arsye. Por nuk do të jetë vetëm tekst. Do të ndjesh energjinë pas ti. Nëse gjoksi yt lehtësohet, nëse gjithçka ndihet e qartë, kjo është përgjigjja. Nëse del shqetësim, nëse diçka të shtrëngon brenda, edhe kjo është përgjigjja. Brendësia jote di të dallojë. Jeta nuk të lejoj të kalosh kaq shumë dhimbje për të lënë naiv. Ajo të bëri të perceptueshëm. Tani aftësia për të dalluar është mbrojtja jote. Ajo që do të zbulohet nuk vjen për të shkatëruar, por për të ngritur. Fillimisht vjen e vërteta, pastaj qartësia dhe më pas një qetësi aq e thellë sa zhduk çdo stuj të kaluar. Kur të vi ai moment, mos detyro asgjë, mos ndiq shpjegime, mos debato, mos përpiqu të kontrollosh. E vërteta do të mbaj vetveten. Ajo që largohet nuk është dashuri, është shpërqendrim. Ajo që vjen është shumë më e përputhshme me ty. Shpirti autentik të do pa strategji, pa maska, pa kushte. Energjia e tij ndihet si ujë pas kaosit. Dhe kur ta njohësh, zemra jote do të pushoj për herë të parë pas një kohe të gjatë, sikur më në fund mund të ulë rojet. Në ditët në vijim gjithçka do të fillojë të sqarohet. Ajo që ishte fshehur do të shfaqet. Ajo që dukej e humbur do të gjejë rrugën e saj. Dy njerëz kanë mundur të duan, por vetëm një ka qenë i destinuar të ecë me ty. Shpirti i vërtet do të shikojë me transparencë, pa strategji, pa lojra, vetëm me ndershmëri. Tjetri do të vëzhgojë reagimet e tua dhe do të përpiqet të mbajë një imazh që tashmë po shembet. Por këtë herë nuk do të mashtrohesh, sepse diçka brenda teje është zgjuar tashmë. Ajo që dukej si humbje do të jetë çlirim. Ajo që dukej si fund do të jetë fillimi që ke pritur. Po afrohet një bisedë e rëndësishme, jo e planifikuar, jo e detyruar, thjesht e nevojshme. Personi që të do me të vërtet nuk do të konkuroj për vëmendjen tënde, nuk do të ngatëroj. Ai do të jetë aty, i pranishëm, i qetë. Do të flasë thjesht, por sytë e tij do të thonë gjithçka. Dhe ti do të kuptosh diçka thelbësore. Dashuria autentike nuk e ngatëron mendjen tënde, ajo e rregullon atë. Nuk të bën të dyshosh, të jep siguri. Kur kjo të ndodh, jeta jote do të fillojë të rrjedhë më lehtë.
Do të tërheqësh qetësi në vend të kaosit, qartësi në vend të pyetjeve. Shpirti i duhur do të ecë përpara me guxim. Tjetri do të zbehet pa dramë, sepse e vërteta nuk do ta mbajë më maskën e tij. Kështu jeta mbyll ciklet me kujdes, jo për të të ndëshkuar, por për të të mbrojtur. Dy njerëz mund të kenë dashur, por vetëm një ishte i aftë ta bënte këtë me transparencë, dhe ai është ai që qëndron. Mbaje zemrën tënde të hapur, besimin tënd të fortë, mendjen tënde të vëmendshme, sepse ajo që do të vijë nuk do të zbulojë vetëm kush të do, por gjithashtu do të tregojë pse ke qenë gjithmonë i mbrojtur. Ajri përreth teje tashmë po ndryshon. Pjesët po vendosen në vend, qëllimet po zbulohen, iluzioni po ndahet nga e vërteta. Dhe së shpejti do të ndjesh diçka, para se të dëgjosh një fjalë, atë ndjenjen e njohjes së thellë, qetësisë së menjëhershme të shtëpisë. Ky është shenja, lidhja e vërtetë, që nuk ka nevojë për shurm, që thjesht është. Nuk ka nevojë të thotë shumë. Prania e saj e thjesht flet vetë. Heshtja që ndan me ty ndihet e këndshme, në harmoni, sikur merr frymë në të njëjtin ritëm me shpirtin tënd. Por tjetri, që ruan diçka pa e pranuar, fillon të ndiejë peshën e asaj që u përpoq të fshite. Ai ndjen se koha po shkurtohet, se ajo që ka fshehur nuk mund të qëndrojë më në hije. Qëndro, sepse diçka e rëndësishme është gati të shfaqet. Shumë shpejt do të duhet të zgjedhësh, jo me mendje, por me energji. Një rrugë do të ndihet e butë, e qetë, e njohur, si të kthehesh në shtëpi pas një udhëtimi të gjatë. Tjetra do të jetë intensive, elektrizuese, pothuajse varëse, por në thelb do të lërë bosh. Ky do të jetë shenja. Dashuria e vërtet nuk shtyn, nuk kërkon, nuk e ndërpret qetësinë tënde, ajo rrjedh. Ndërkohë, ai që fsheh të vërtetën do të fillojë të shqetësohet, do të flasë më shumë se duhet, do të justifikohet pa të pyetur, do të përpiqet të mbajë shpejt, sepse ai ndjen se ti po zgjohesh. Intuita jote ka filluar tashmë të vërejë atë që sytë e tu nuk pan. Qëndro i fortë. Ndoshta do të marrësh një mesazh të papritur, ndoshta vonë natën ose pikërisht kur mendon për atë person pa arsye. Por nuk do të jenë vetëm fjalë. Do të ndjesh energjinë prapa tyre. Nëse kraharori yt lehtësohet, nëse gjithçka ndihet e qartë, ajo është përgjigjja. Nëse shfaqet shqetësim, nëse diçka shtrëngohet brenda teje, kjo gjithashtu është përgjigjja. Brenda jote di të bëj dallimin. Jeta nuk të bëri të përballosh kaq shumë dhimbje për të lënë naiv. Ajo të bëri perceptues. Tani dallimi është mbrojtja jote. Ajo që do të zbulohet nuk vjen për të shkatëruar, vjen për të ngritur. Së pari vjen e vërteta, pastaj qartësia dhe më pas një qetësi aq e thellë sa zhduk çdo stuhi të së kaluarës. Kur të vijë ai moment, mos detyro asgjë, mos ndiq shpjegime, mos debato, mos u përpiq të kontrollosh. E vërteta do të qëndrojë vetë. Ajo që largohet nuk është dashuri, është shpërqendrim. Ajo që vjen është diçka shumë më e përputhshme me ty. Shpirti autentik të do pa strategji, pa maska, pa kushte. Energjia e tij është si ujë pas kaosit. Dhe kur ta njohësh, zemra jote do të pushojë për herë të parë pas një kohe të gjatë, sikur më në fund mund të ulë rojen. Në ditët që vijnë gjithçka do të fillojë të qartësohet. Ajo që ishte fshehur do të shfaqet. Ajo që dukej e humbur do të gjejë rrugën e kthimit. Dy persona mund të kenë dashur, por vetëm një ishte i destinuar të ecë me ty. Dhe kur ta shikosh vërtet në sy, do të kuptosh diçka të bukur. Nuk je testuar kurrë. Ke qenë i mbrojtur. Dashuria e vërtet nuk lyp vëmendje, nuk konkuron, nuk bind, ajo thjesht qëndron e fortë, e pastër, e sigurt. Ajo afrohet gjithnjë e më shumë, gati të takojë pa konfuzion apo sekrete. Kur rrugët tuaja të kryqëzohen sërish, nuk do të ketë frikë apo ndjekje, vetëm siguri, atë qetësi që nuk ka nevojë për shpjegim. Atëherë do të kuptosh. Lidhja e gabuar ishte mësimi. E duhura është dhurata. Ke kaluar shumë stuhi për të arritur këtë paqe dhe do ta ndjesh pothuajse si një përshpëritje të brendshme. Ka ardhur koha. Shumë shpejt një mëngjes i ri do të sjellë më shumë se një ditë tjetër. Do të sjellë mirë kuptim. Çdo lot do të ketë kuptim. Gjithçka do të përputhet.
dy shpirtra të kanë dashur. Po, por vetëm një e bëri këtë me sinqeritet të plot, dhe jeta është gati të tregoj cili është. Atmosfera përreth teje tashmë po ndryshon. Qëllimet po zbulohen. Iluzionet po humbasin fuqin. Një energji lëviz me dritë, tjetra me faj. Një të kujdeset në heshtje. Tjetra ka frikë të zbulohet. Shenjat do të bëhen më të qarta. Ëndra të gjalla, kujtime që kthehen, rastësi të çuditshme, mesazhe që arrin pikërisht kur mendon për to. Asgjë nuk është rastësi, është ndërgjegjja jote që po zgjohet. Kur të vijë momenti vendimtar, nuk do të kesh nevojë për fjalë. Një shikim do të mjaftoj. Personi i duhur do të sjellë qetësi të menjëhershme. Zemra jote nuk do të përshpejtojë nga frika, por do të qetësohet. Tjetra do të mbaj një barë të pamundur për t'u fshehur, dhe ajo barë do të bjerë vetvetiu. Nuk do të duhet të bësh asgjë. Jeta do të kujdeset. Kur gjithçka të zbulohet, do të vëresh diçka të bukur. Do të ndalosh së ndjekuri paqen, sepse paqja do të fillojë të ndjek ty. Dyrë që dikur dukeshin të mbyllura do të hapen lehtësisht, dhe dashuria do të ndalojë së qeni një mister. Do të bëhet diçka e thjeshtë, natyrale, e përditshme, diçka që nuk dhemb, që nuk ngatëron, diçka që më në fund ndihet si shtëpi. I dashuri im, kupto diçka të rëndësishme. Jeta nuk i zbulon të vërtetat për të poshtëruar dikë, por për të çliruar ty. Nuk ishe kurrë i destinuar të jetoje mes dyshimeve, premtimeve të përgjysmuara apo ndjenjave të paplota. Zemra jote nuk lindi për t'u kënaqur me hije. Ky moment është dalja jote nga labirinti, ngritja jote nga kaosi emocional. Po kalon pragun drejt një dashurie më të pastër, më autentike, më hyjnore. Qëndro, sepse iluzioni po humbet forcën dhe e vërteta po ngrihet. Një ditë do të buzëqeshësh kur të kujtosh gjithçka që të lëndoi, sepse do të kuptosh se çdo plag e ka mprehur intuitën tënde dhe të ka mësuar të njohësh të vërtetën. Asgjë nuk ishte ndëshkim, gjithçka ishte përgatitje. Koha e përgjigjeve ka ardhur. Universi po pastron çdo gënjeshtër, çdo hije, çdo maskë që fsheu fytyrën e vërtetë të dashurisë. Ajo që vjen do të ndihet pothuajse jo reale, si një skenë e shkruar me kujdes shumë kohë para se të lindje. Ende ka dy energji pranë fatit tënd, por vetëm një do të mbetet. Njëra do të rritet me dritë. Tjetra do të shpërndahet në heshtje. Dhe atëherë do ta kuptosh pse zemra jote duhet të mësonte durimin. Personi që është caktuar për ty do ta kryqëzojë sërish rrugën tënde, këtë herë ndryshe, më i pjekur, më i vetëdijshëm. Do ta vëresh në detaje të holla. Zëri i saj nuk do të jetë nxitës. Prania e saj nuk do të krijojë dyshime. Shoqëria e saj nuk do të përpiqet të konkurrojë për vëmendjen tënde, do të përshtatet sikur gjithmonë ka qenë aty. Nuk do të kesh nevojë për prova, sepse dashuria e vërtetë nuk dëshmohet me fjalë, por me qetësi. Ndërkohë, ai që ka fshehur gjëra fillon të mbetet pas tre. Mendja e tij bëhet e shqetësuar, ndërgjegjja nuk gjen paqe. Ai e ndjen se koha po e arrin. Historitë që ai mbante fillojnë të shemben nën peshën e tyre. Dhe ti nuk do të kesh nevojë të bësh asgjë. Mos ndiq shpjegime, mos detyro rrëfime, rri në paqe. E vërteta tashmë po vjen drejt teje. Asgjë nuk mund t'i shpëtojë momentit të duhur. Së shpejti diçka do të konfirmojë atë që intuita jote e dinte gjithmonë. Ndoshta një zbulim i papritur. Ndoshta dikush që flet pa dashje, ose një gest që thot gjithçka. Por kur të ndodh, nuk do të ndjesh dhimbje, do të ndjesh lehtësim, sepse në thelb ti e dije. Do të jetë sikur bota të rreshtohet me atë që shpirti yt e kishte kuptuar prej kohësh. Pas kësaj qartësie do të vijë diçka edhe më e bukur. Paqja do të hyjë ngadalë, si drita e mëngjesit pas një nate të gjallë. Do të qeshësh sërish pa mundim, do të marrësh frym pa peshë, do të besosh pa frikë. Dashuria nuk do të jetë më mister, do të bëhet siguri. Personi i duhur do të paraqitet me krah të hapur, pa lojra dhe pa sekrete. Dhe do të kuptosh diçka thelbësore. Jeta nuk demaskon për të ndëshkuar, demaskon për të shëruar. Ai që fsheu sekrete do të duhet të përballet me pasqyrimin e vet.
Edhe pse do të përpiqet të shpjegoj, ti nuk do të ndihesh më i lidhur. Kjo është liria, ky është fitoria. Në qetësinë që vjen pas së vërtetës, gjithçka merr kuptim. Vonesat, shenjat, ëndrat, emocionet kundërthënëse. Asgjë nuk ishte rastësore. Çdo hap të çoi deri këtu. Nuk ke pritur kot. Ke qenë i udhëhequr drejt një dashurie të qëndrueshme, të vetëdijshme dhe të vërtetë. Stuhia tërhiqet. Mëngjesi yt afrohet. Jeta largon atë që nuk të përket dhe afron atë që vibron në frekuencën tënde. Kapitulli i ardhshëm nuk do të flas vetëm për romancë, do të flas për paqe të brendshme, për fat, për një bashkim që ndihet i drejtë pa përpjekje. Gjithçka fillon të vendoset në rregull. Ajo që dukej e ngatëruar bëhet e qartë. Ajo që dukej e humbur kthehet. Dy shpirtra prekën zemrën tënde, por vetëm një ishte i destinuar të qëndronte. Lufta ka mbaruar dhe e zgjedhura ishte ajo që nuk pati kur nevojë të shtirej, ajo që deshi në heshtje, që priti pa kërkesa, që mbeti besnike edhe në distancë. Ajo nuk kërkoi vëmendje, ajo kërkoi të vërtetën. Prandaj jeta tani nderon durimin e saj. Tjetra, që fshihej pas fjalëve të bukura dhe heshtjes së dyshimt, fillon të ndiej botën e saj të shembet. Iluzionet nuk mund të mbahen përgjithmonë, sepse mashtrimi nuk mund të bashkëjetojë me një zemër të mbrojtur nga fati. Zbulimi tashmë po ndodh, jo me zhurmë, por me një forcë të qetë e të pashmangshme, si agimi i ngadalshëm por i pandalshëm. Dashuria ime, ka diçka që duhet ta kuptosh qartë. Jeta nuk I nxjerr të vërtetat në dritë për të poshtëruar dikë, por për të çliruar nga ajo që të mban të lidhur. Ti nuk je krijuar për të mbijetuar mes pasigurive, premtimeve të përgjysmëta apo ndjenjave që nuk zgjasin. Zemra jote nuk është bërë të kënaqet me thërrime emocionale. Ky moment shënon daljen tënde. Është hapi me të cilin lë pas konfuzionin, lë pas zhurmën e brendshme dhe ecën drejt një dashurie më transparente, më të ndershme, të përputhur me thelbin tënd. Qëndro, sepse e rreme fillon të bjerë në peshën e vet dhe e vërteta fillon të shfaqet pa përpjekje. Do të vi një ditë kur do të kujtosh plagët e tua me mirënjohje, jo sepse nuk dhembën, por sepse të mësuan të shikoje më thellë. Çdo zhgënjim e përholli intuitën tënde, çdo humbje e forcoi gjykimin tënd. Asgjë nuk ishte ndëshkim. Gjithçka të përgatiti. Tani hapet faza e përgjigjeve. Universi heq vellot, çmonton histori, heq maskat që fshehen atë që ti me të vërtet meriton. Ajo që afrohet do të ketë një aurë gati magjike, sikur të ishte planifikuar shumë kohë përpara se të vijë në këtë botë. Ka ende dy prani afër rrugës tënde, por vetëm një do të vazhdojë. Njëra do të konfirmohet me qartësi, tjetra do të zbehet pa rezistencë. Dhe atëherë do të kuptosh pse jeta të mësoj të presësh. Personi që të përket do të kthehet ndryshe, më I qetë, më I vetëdijshëm, më I plotë. Do ta vëresh në gjërat e thjeshta. Ai nuk do të vërë në presion, nuk do të shkaktoj pasiguri, nuk do të përpiqet të konkurrojë për vëmendjen tënde. Thjesht do të përshtatet si një pjesë që gjithmonë I ka përkitur historisë tënde. Sepse dashuria e vërtetë nuk imponohet, ajo ndihet. Ndërkohë, ai që fshehu të vërteta fillon të mbetet pa justifikime. Qetësia e tij shembet, brendësia e tij trazohet. Ai e di që nuk mund të mbajë më atë që ndërtoi. Versionet që ai shpiku fillojnë të bien vetë, dhe ti nuk do të kesh nevojë të ndërhysh. Mos pyet, mos ndiq shpjegime, rri I qetë. Qartësia do të vijë pa mundim. Së shpejti diçka do të konfirmojë atë që ti tashmë e nuhatje. Ndoshta një zbulim I papritur, ndoshta një rrëfim I pavullnetshëm, ose një gjest që flet më shumë se 1000 fjalë. Kur të ndodh, nuk do të dhembë. Do të jetë një lehtësim I thellë, sikur më në fund merr frym pas një mbajtjeje të gjatë të ajrit. Do ta ndjesh se gjithçka po përputhet. Pastaj do të vijë gjëja më e bukur, qetësia. Do të hyjë ngadalë, si drita e parë e ditës që hyn nga dritarja. Do të buzëqeshësh sërish pa tension, do të besosh pa frikë, do të jetosh pa qëndruar gjithmonë në gatishmëri. Dashuria nuk do të jetë më mister, do të bëhet siguri.
Personi i duhur do të afrohet me ndershmëri, pa lojra, pa sekrete. Dhe ti do të kuptosh diçka themelore. Jeta nuk demaskon për të lënduar, demaskon për të shëruar. Ai që fsheu gjëra do të duhet të shoh veten, dhe ti për herë të parë nuk do të ndjesh nevojën të qëndrosh. Kjo është liria, kjo është mësimi. Pas së vërtetës, gjithçka merr kuptim. Kohët e pritjes, rastësitë, ëndrat e çuditshme, emocionet kundërthënëse. Asgjë nuk ishte rastësore. Çdo përvojë të solli pikërisht këtu. Nuk ishe i bllokuar. Je udhëhequr drejt një dashurie të qëndrueshme, të vetëdijshme dhe të vërtetë. Stuhia largohet, mëngjesi yt afrohet. Jeta largon atë që nuk përputhet më me ty dhe afron atë që është në rezonancë me shpirtin tënd. Ajo që vjen nuk ka të bëjë vetëm me romancën, por me paqen e brendshme, me fatin, me një lidhje që ndihet natyrale, jo e detyruar. Gjithçka fillon të vihet në rregull. Hutimi pastrohet. Ajo që ishte humbur, kthehet. Dy njerëz erdhën të zemra jote, por vetëm njëri ishte i destinuar të qëndronte. Lufta ka mbaruar dhe e zgjedhura ishte ajo që nuk kishte nevojë të shtirej kurrë. Ajo që deshi në heshtje, ajo që priti pa kërkuar, ajo që mbeti besnike edhe në distancë. Ajo nuk kërkonte vëmendje, kërkonte të vërtetën. Prandaj jeta tani e sjell tek ty. Tjetra, mbështetur në paraqitje dhe fjalë të bukura, e ndjen botën e saj të humbas stabilitetin. Iluzionet nuk zgjasin për gjithmonë, sepse ajo që nuk është autentike nuk mund të përballojë një zemër të mbrojtur nga vetdia. Zbulimi është tashmë në proces, jo me zhurmë, por me një forcë të butë, të qëndrueshme, të pashmangshme, si agimi i ngadalshëm, por i pandalshëm. Shpirti autentik, i destinuar vërtet të ecë me ty, është tani më afër se sa mendon. Mund ta ndjesh madje kur gjithçka është e qetë, në ëndra që duken shumë reale, në atë qetësi të papritur që të mbështjell pa shpjegim. Nuk është rastësi. Jeta ka rregulluar shtigjet mes jush me diskrecion, pa skandale, pa ndarje dramatike, vetëm me një saktësi të padukshme, sikur gjithçka t'i përgjigjej një plani më të madh. Ndërkohë, prania tjetër që dashuronte nga hija ka mbyllur ciklin në historinë tënde. Faza e saj me ty e ka përmbushur tashmë qëllimin. Energjia e saj fillon të tërhiqet si tërheqja e detit që largohet nga bregu. Ajo që përpiqej të fshehte, u zbulua fillimisht në intuitën tënde dhe së shpejti do të konfirmohet edhe në realitet. Mos lejo që plagët e vjetra të kthehen në një vend ku tani fillon të lulëzoj paqja. Universi nuk të merr asgjë, të mbron. Ai e shkëmben hutimin me qartësi, dyshimin me të vërtetën, frikën me qetësinë. Qëndro i palëkundur, po hyn në një dashuri tjetër, një dashuri që ndihet si uji i qetë pasi ke kaluar një stuj. Një lidhje që nuk të bën të dyshosh, të konkurosh apo të provosh vlerën tënde. Një lidhje që të sheh siç je në të vërtetë, i plot, i denjë, i mjaftueshëm. Personi i duhur nuk vjen të të riparoj, por të ndërtoj pranë teje. Nuk vjen të të shpëtoj, por të të shoqëroj. Energjia e saj do të duket çuditërisht e njohur, si një këngë që e dije para se ta dëgjoje. Do ta njohësh nga mënyra se si shpirtrat tuaj përputhen, jo nga paraqitjet e jashtme. Prania e saj do të rikthejë besimin tënd në kohë, në jetë dhe në dashuri. Dhe atëherë do të kuptosh pse nuk u shfaq më herët. Nuk ishte momenti. Jeta priste që të shëroheshe më parë, të gjeje veten para se të gjeje atë. Gjithçka që të hutoi, vonesat, heshtja, pyetjet pa përgjigje, nuk ishte braktisje, ishte përgatitje. Kjo dashuri nuk do të vijë me zhurmë. Ajo do të vijë butësisht, por do të ndryshojë gjithçka. Do t'i jap brendësisë tënde stabilitet, mendimeve të tua qartësi, rrugës tënde drejtim. Personi i duhur do të afrohet me sinqeritet të plot, sepse ajo që është e destinuar nuk ka nevojë për maska. Po, dy shpirtra të kanë dashur, por vetëm njëri qëndroi besnik, dhe tani jeta i hap vend në të tashmen tënde. Ajo që nuk ishte reale zhduket. E vërteta merr forcë. Çdo zhgënjim i kaluar të ka çuar në këtë rreshtim. Kur të vijë ky shpirt, do ta dish pa mundim. Do të ndihet si shtëpi.
Dashuria e saj do të jetë e qëndrueshme, energjia e saj e qetë. Asgjë e detyruar, asgjë e pasigurt, vetëm paqe. Lidhja tjetër largohet butësisht, jo si ndëshkim, por si mbyllje. Ajo përmbushi misionin e saj, të mësonte të dallosh, të vlerësosh veten, të zgjedhësh më mirë. Nuk ke nevojë për hakmarrje, ke nevojë për çlirim, dhe ajo tashmë po ndodh. Do të fillosh të vëresh shenja, mesazhe të papritura, ëndra zbuluese, takime që duken të udhëhequra, rastësi shumë të përsosura për të qenë rastësi. Qartësia do të vijë vetë, sepse e vërteta nuk ulërin, ajo thjesht qëndron e palëkundur, e pamohueshme. Dashuria që po afrohet është ndryshe. Nuk lodh, nuk ngatëron, nuk fsheh. Ndërton, mbron, feston atë që je. Pa sekrete, pa pasiguri, pa gjysmë masa, vetëm e vërtet, vetëm paqe, vetëm një pojthell i shpirtit që më në fund ka gjetur vendin e vet.